Prej 12 ditësh, ujërat e zeza i kanë vëshuar katet përdhes të 2 objekteve të banimit në rrugën Sulejman Vokshi në qendër të Prishtinës. Për ta parandaluar depërtimin e ujrave brenda banesave, banorët janë detyruar që për ditë ta bëjnë vetë zbrasjen e pusetës. Ata ankohen se me gjithë ankesat e adresuara për zgjidhjen e problemit që u përsëritet, Komuna e Prishtinës nuk ka ndërmarrë asnjë veprim. Ky është problem që e kemi të kahmatshëm, nuk ka të ndodhur tash, megjithatë, në këtë situatë, do të thotë për me u derdhë brenda në ndërtesë, të ndodhë që 10 ditë, dikon 2 javë. Është gjendje alarmante, kemi qenë disa herë në komunë, kemi informu edhe inspektoratin, është dërzu shkresa në inspektorat. Banori Halet Sulejmani thot se zgjidhja nuk prodhoi asnjë kontrate 2014-s, të cilën komuna e pati arritur për rregullimin e rrjetit të kanalizimit në këtë zonë. Kjo punë nuk është prej sotit, apo prej djeshit, mirë është që 12 vite, që nga viti 2013, kur kom bërë kërkesë në emër të gjithë banorëve këtu, se ky kanalizim është i dëmtuar dhe nuk mund të qarkulloj ujë të fekalit, dhe asnjëherë nuk është marrë një veprim konkret, faktik, jo me fjalë. E lidhur me kontratën, drejtori i investimeve kapitale dhe menaxhimit të kontratave në komunën e Prishtinës, Krenar Xhaferi, thotë se udhëheqja aktuale në Prishtinë prej 2020-s ka qenë në pritje të përfundimit të procesit të tenderimit. Pasi është nënshkruar kontrata, kishim planifikuar të fillonin punimet vitin e kaluar, por për shkak të kohës së periudhës dimrore dhe thellësisë së madhe, e cila nuk do lagështi në kuadër të pjesës së punimeve aty, sepse mund të ketë edhe shembje që e rrezikon edhe më shumë pjesën e terrenit. Për këtë arsye ka pasur vonesa, por besoj që të hënën fillojnë punimet dhe zgjidhet një problem i kahershëm në këtë pjesë të rrugës Sulejman Vokshi. Si pasojë e kundërmimit dhe shfaqjes edhe të menjëve, banorët i kanë kërkuar Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike ta bëjë vlerësimin për rrezikshmërinë nga sëmundjet.